Vetëm pak ditë më parë, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin për krijimin e operatorit të shërbimeve të integruara në shëndetësi. Një strukturë e re e cila pavarësisht emërimit propagandistik nuk përfaqëson as reformë dhe as një menaxhim më të mirë të shërbimeve shëndetësore. Në thelb, ky vendim nuk bën gjë tjetër veçse institucionalizon dhe centralizon edhe më tej menaxhimin e kontratave korruptive në shëndetësi, duke i shkëputur ato nga çdo mundësi konkurrimi, transparencë dhe rivlerësimi periodik. Për më tepër, ky model i ri nuk gjen asgjë të ngjashme në vendet e Bashkimit Evropian dhe mund t'i sjellë pasoja vendit në procesin e parafrimit me direktivat normformuese të Unionit. Në vend që të kishim një konsultim të hapur publik me profesionistë të fushës dhe proces të mirëfillt llogaridhënie nga ana e qeverisë për të adresuar dështimet e koncesioneve të 10 viteve të fundit, të kërkojë përgjegjësi dhe të korrigjoheshin gabimet, qeveria e korruptuar e Edi Ramës zgjedh t'i mbrojë, t'i përqendrojë dhe t'u jap një fytyrë të re të njëjtave mekanizma përfitimi klientelisë që i kanë kushtuar shqiptarëve qindra miliona euro. Ky operator nuk është krijuar për të mbrojtur interesin publik. Ai është krijuar për të garantuar vazhdimsinë e kontratave qartësisht korruptive, për të shmangur konkurrencën dhe për të ruajtur të paprekur marrëdhëniet klienteliste që kanë shoqëruar tenderat dhe koncesionet më të mëdha në shëndetësi. Të nderuar qytetar, mungesa e konkurrencës është këmbana më e fortë e alarmit se abuzimi me parat publike, jo vetëm që nuk do të ndalet, por do të institucionalizohet edhe më tej, kur kontratat përqendrohen në një strukturë të vetme, pa garë, pa konkurrim periodik dhe pa kontroll efektiv, humbësi i vetëm mbetet qytetari shqiptar që paguan faturën e korrupsionit për xhepat e Edi Ramës. Historia e tenderave dhe koncesioneve në shëndetësi e ka provuar këtë më së miri. Që për vitin 2015 qytetarët shqiptar kanë paguar nga taksat e tyre plot 45.5 miliard lekë, ose më shumë se 500 milion euro vetëm për të shkëlqyer 4 kontrata koncesionare shëndetësore. Në vend që të përmirësojnë sistemin shëndetësor, këto koncesione kanë krijuar një barrë fiskale financiare të pajustifikuar për buxhetin e shtetit, ndërsa qytetarët nuk kanë përfituar asgjë. Përkundrazi, kanë humbur shumë në shëndet, në para dhe madje edhe në jetë. Rasti i koncesioneve në shëndetësi përfaqëson një shembull shqetësues të mungesës së plotë të transparencës, shkeljeve ligjore dhe mos mbrojtjes së interesit publik. Shqiptarët meritojnë një sistem shëndetësor të bazuar në transparencë, konkurrencë dhe përgjegjësi, jo një sistem ku koncesionet mbrohen, abuzimet përsëriten dhe drejtësia vazhdon të mos jap përgjigje. Përballë kësaj kulture pandëshkueshmërie, ne do të vazhdojmë të denoncojmë çdo abuzim me fondet publike, çdo kontratë që pasuron një grush të privilegjuarish në kurriz të qytetarëve dhe çdo përpjekje për të fshehur korrupsionin pas emërtimeve apo strukturave të reja administrative. Ky korrupsion masiv është thelbi i revoltës së qytetarëve kundër një modeli qeverisje hajdutësh që ka vendosur interesin e një pakice mbi interesin e shumicës, që ka shndërruar buxhetin e shtetit në burim përfitimi për klientët e pushtetit dhe që vazhdon të kërkojë besim ndërsa refuzon të jap llogari. Betejë jonë është betejë për të rikthyer shtetit në shërbim të qytetarëve, për t'i dhënë fund pandëshkueshmërisë dhe për të garantuar që askush, pavarësisht pushtetit apo lidhjeve politike, të mos jetë mbi ligjin. Ky është angazhimi ynë. Do të qëndrojmë gjithmonë në krah të interesit publik, në krah të qytetarëve dhe të çdo shqiptari që refuzon të pranojë si normalitet korrupsionin dhe abuzimin me parat e tij.